Përshëndetje, miq të Tru Podcastit, pacientët tanë më të mirë, të pavionit më të shëndetshëm në Shqipëri. Juve dini që në kohë fushate neve jemi të predispozuar që të bëjmë diskutime dhe debate politike, jo debate nga ato që jeni mësuar që të kapen njerëzit prej mjekre, prej flokësh, preken familjet, po debate konstruktive. Dhe juve dini shumë mirë që Tru Podcasti është formacion opozitar mediatik, pra nuk jemi pro mbretit dhe pro hajdutëve, por jemi pro çdo lloj njeriu në opozit që ka integritet. Dhe për mos të rënë shumë gjatë, sepse ju e njihni më shumë se ç'njihni Tru Podcastin, kemi të ftuar deputetin e arshëm të Parlamentit Shqiptar, Myslim Murrizi, Tataksa valla. Tataksa. Mirë se merdhe, se kishim lënë që do më vije këtu, po. Falenderoj për ftesën. Si po të shkon, të futemi direkt në temë, se me të botu i prezantime, se me i bo prezantim Krishtit. Ky është Krishti. Unë të falenderoj shumë për konsideratën. Fushata është... Unë kam vite që merrem me fushat, edhe nga natyra e njëri terreni, politikën e shoh ndarë në dy kampe, koltu ka fakt që qorravitën dhe siguroj një vend në lista nga i gjithë spektri politik, dhe pastaj masi e kryen këtë mision heshtin së ekzistuari politikisht, nuk i shef gjikun dhe nuk kërkojnë vota, nuk takojnë qytetarë, nuk u japën dorën qytetarëve. Dhe falë këmbguljes time në kohën kur mbajta mandatin, ne kemi sot, do ta kishim akoma të mirë një kod zgjedhor, do ta kishim 100% me listë hapur, nëse PD-ja nuk do të bashkonte votat me PS-n në 30 korrik 2024 për të mbyllur 1/3 në listës, por që de facto janë mbyllur 92 deputet nga 140 që ka kuvendi. Kur thuat de facto, që t'ja shpjegojmë edhe pak ndjekësve se nuk e kanë konceptin e 46 deputet i ka emëruar Partia Demokratike, kryetari Berisha. Po. Në gjithë Shqipërinë. 46 ai sultani, kreu organizatës së PS-s, Rama, bëjnë 92. Po. Nga 140 në gjithë spektrin politik shqiptar do zgjidhen 48. Në Tiranë dhe në 11 qarqe tjera luhet për disa mandate. Unë kam garuar në listë hapur në qarkun e Tiranës, sepse kam qenë i qartë qysh në para 8 muajsh, pra qysh sa nalli ky pazar në korrik, që nuk do të jem pjesë e listës mbyllur, sa kohë që jam kundra listave të mbyllura. Kam lobuar për të bërë këtë kod zgjedhor, kam ndryshuar kushtetutën, kam prish hersin gjykatë kushtetuese, dhe këta Damiani me Oerdin, për fat mirë Damiani tash është në hall si tjerët, është listë hapur, që ta provoj shijen e asaj çka ka prodhuar vet, kur mashtronte shqiptarët në mënyrë hipokrite, thoshte është kod i mirë dhe i kemi 2/3 e hapura të listës. Në fakt, nëse Shqipëria do të kishte edhe një pol të tretë, që do të kishte të njëjtën peshë politike për afërsisë sa PS-ja me PD, praktikisht lista do të ishin 100% të mbyllura. Shqiptarët me votën e tyre nuk do të kishin mundësi zgjidhnin, por thjesht të votonin si në komunizëm. Pra personalisht unë jam kundra këtij ligji. Pra ti po thua, domethënë që në thelb ky lloj kodi zgjedhor, kodi më bastard zgjedhor që ka patur një vend formalisht pluralist dhe i vend si Shqipëria që vjen nga i komunizëm, ku deputeti emëronte shoku Enver dhe qytetarët thjesht votonin. Po si ka mundësi e marrë mira me gjithë të dividenca kur i shikon në retorikën politike midis dy kampeve? Këta duken sikur urrehen me njëri tjetrin. Edhe si ka mundësi o vëlla? Sa herë që urrehen, takohen në parlament, po ju desh për kod zgjedhor bashkojnë votën. Sepse duhet bëjë një ligj në mes të punime, në mes të sesionit parlamentar, ose në mes mandatit kuvendit, ku deputetët mos luajnë për interesat pistat karrikeve në mënyrë atyre, dhe duhet bë edhe në përputhje me ligjin e konfliktit të interesit, sepse ky është një ligj që bëhet nga dy palë, duke vrarë gjithë pjesë tjera, ose nga dy palë grupe interesi, në funksion të interesave të tyre. Edhe këte unë do doja ta shifte me sy tjetër gjykata kushtetuese. Pra deputet bëjnë ligj për vete, jo për qytetarët. Edhe gjejnë konsensus për çudi, sa herë që bëhet fjalë për menderën e tyre dhe karrikat e tyre. Sepse u bë konsensus për amnistin, u bë konsensus për rritjen e rrogave, u bë konsensus për
kodin zgjedhor. Te rritja e rrogave nuk kemi debat sepse unë mendoj që juve duhet ju rritur, më thënë, nëse do të luftosh korrupsionin, nuk e lufton duke futur njerëzit burr, duke rritur mirëqenie. Unë kam kërkuar masi u bën zgjedhja 2021 kur nuk fitova si deputet, i kam thënë Gramoz Ruçit, bjere ta votojmë dhe t'i themi që hyn në fuqi ngritjen e pagave. Në 9 shtator, pra për parlamentin që unë s'do isha, për të mos patur konflikt interesi, sepse duhet dhe një farë digniteti mbrana. Pa shkak se ne kemi deputet pa dignitet, por duhet një dignitet i paguar, që deputeti, kur shkon të takoj zgjedhës, apo kur pret zgjedhës, me gjithse këta spresin zgjedhës, të mos ndruhet për t'ja pagu i kafe atyre, që takon. Dhe me 1.320.000 lekë vjetra, që merrnin dorë deputetët, para se të ngrehe kjo, duke parë dhe inflacionin, edhe ngritjen e çmimeve, i bi që një familje me 4 veta 2,5 milion lekë buk, djath, domate, ujë, drita, në i makinë se besoj do ta ketë me taksit kushton më shtrenjtë parlament. Pra, Kosova i ka rreth 4.000 euro pagat muaj, që është një shtet aty 100 vite mas nesh. Megjithëse është pjesë e një kombi. Nuk po marr parlamente tjera. Njerëzit më të paguar sot këtu janë antarët e SPAK-ut, që në hierarkinë e pagave është nonsens. Sepse ne jemi republikë parlamentare dhe paga më e madhe duhet ju përkas sovranitetit të atyre. A shkurtoj mos i bëj 140 deputet, bëj 100 po desh. Në mënyrën se si zgjidhet, që ata që të vinë nga vota e qytetarëve, jo nga qorravitja dhe lëpirja me nera e kryetarëve, por duhet të kenë një pagë dinjitoze. Dhe ndaj thash kur nuk do të isha më deputet, thash në 2021 ta votojmë, të jetë i pagë me dinjitet dhe të themi që hyn fuqi në 9 shtator 2021, pra për kur vendi që do të vinte. Ajo që unë shoh, përveç amnistisë ka qenë luli në drejtim, nuk di se sa përfituam, por në bindjen time dhe në informacionin që kam, nuk kam përfituar ata që janë arrestuar dhe ende ndyrëve të gjykatës në përgjigje për protesta. Pra ka qenë një mashtrim. Dhan konsensusin për zgjatjen e mandatit KPK-s. Të i grushti fllitësirash që kanë qenë të përzgjedhur politikisht, sa që njëri prej tyre është dhe drejtori AKU-sot, edhe kandidat për deputet në Librasht. Dhe nuk di se si njehen gjyqtarë dhe prokurorët e shkarkuar nga firma e këtij prezervativi shumë përdorimsh i qeverisë Rama, kur e shikojnë që ai është i pozicionuar haptas i politikisht në krahun e partisë që u ka dhënë urdhër për të shkarkuar gjyqtar apo prokuror, që ai ka menduar politikisht të krahut kundërt. Dhe për turpin e grupit parlamentar të PD-s, ju zgjatën atyre 2 vjet mandatit, nga 2022 që duhet marronte në 2024. Dhe pastaj dalin dhe thonë këtu është motra e kësaj, këtu është kunoti i kësaj, këtu është vllai i këtij, këtu është çuni hallës i këtij. Po ç'a, më thon, pse se ke ditë këtë përpara? Po pikërisht pra kjo është pyetja. Unë avancoj akoma te. Ka qenë një turp i parlamentit 2013-2017, që një javë para zgjedhjeve të 2017-s, fiks në 17 qershor, një muaj mas marrëveshjes dhe pazarit Rama Basha 17 maj, kanë votuar në blok trupën vettinguese për 30 individësh, mes tyre dhe atë që i thanë Lavire Bulevardi. E cila në aneks kushtetut, pasi të marroi mandatin në maj 2026, në këtë vak, shkon gjykatëse në vetëm gjykat apeli që kemi ne, bëhet gjyqtar apeli. Pra, kjo ka bërë që zbehet mosbesimi i qytetarëve tek politika në përgjithësi, sepse shikojnë momentet kyçe të historisë dhe të interesave të përbashkëta që i shohim bashk. Pse duhet ja zgjasni mandatin, pse duhet të amnistonin disa për të bërë qoka, dhe pse duhet të bënin atë ligj ose të votonin atë trup vettinguese që për mua kanë qenë në nivelin më ordiner të mundshëm të shoqërisë shqiptare, jo më të trupës prej 800 gjyqtarë prokurorë. Kur flasim për drejtësinë, shikoj, mirë kjo që thonë juve që është shumë e drejtë. Po unë shikoj, juve rrini me elitën, kupolat elitare, sepse me ata punoni, në thelb, me ata përballeni. Unë rri tastiri. Me të thënë drejtën, unë rri me qytetarët se kjo që ju e quani elitë, sa më afër ti mash, më shumë pis të bëjnë. Dhe këta nuk janë elitë, këta janë helik. Por unë jam në për diskutive me qytetarë për ditë, edhe flasim për sistemin e drejtësisë. Ore, ma shpjegon do të histeri kolektive, si mund të quhet prokurori drejtësi o vlla. Ma shpjegon do të, se unë nuk jam i pamundur mo t'ja u shpjegoj njerëzve. Por kjo është, për fat në keq, media dhe politika kanë reminiscenca të theksuara komuniste. Në komunizëm prokurori ishte mbi gjykatën.
madje më tej se sa prokurori, oficerët e sigurimit. Sigurimit, po. Po të arrestonte sigurimi, prokurori apo hetuesi në atë kohë ishte thjesht tip daktilografisti, sekretari, shkruante letër. Daktilografisti. Dhe gjykata ishte noter, legalizonte vendimin e operativit sigurimit. Në procesin gjyqësor, formal, prokurori është palë si avokati. Prokurori mbron shtetin, avokati mbron klientin e tij. Drejtësia është gjykata. Edhe simboli i drejtësisë në gjykatë është peshorja. Në prokurori me këtë variant që kemi ne, ndoshta mund të jetë gjarpri ose thika, thika, ose krokodili. Thika. Kështu që por nuk është faj tyre që në zhargun dhe fjalorin e artikuluar nga politika, nga mediat, quhet drejtësia e re spaku, ose drejtësia e re prokuroria. Edhe po ti shikosh në të gjitha përmendjet ose linqimet, anatemimet e përditshme që bëhen drejt drejtësisë, bëhen duke i dhënë tagër drejtësi prokurorisë, qoftë kjo edhe specialja e spakut. Fakt drejtësi është aty, edhe po të shikosh në letra thuhet prokuroria e Fierit, prokuroria pranë gjykatës së rrethit Fier. Po. Pra, ajo është institucion pranë gjykatës që mbron interesat e shtetit. Dhe dhoma avokatisë pranë gjykatës Fierit, për shembull, është institucion dhe i ligjëruar në ligj që mbron interesat e klientëve. Pra, prokurori dhe avokati janë palë në proces gjyqësor. Gjykata duhet ngjoj argumentet mes palëve dhe duhet bëj balancat, peshoren se cila palë ka drejt. Për fatin e keq, këtu kene avokatët nuk ngjohet. Unë kam dëgjuar, kam pasur edhe me Lorenzo Vangeli një debat atëherë, se Lorenzi doli si sufler i kryeprokurorit. Kujt? Altin Dumanit. Kemi dy krye prokuror. Njërin e njohën. Kemi edhe Ulçan Çelën, prokurori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, me mandat 7 vjet, 2 herë gjysmë më të mos se Altini. Altini ka mandatin 3 vjet. Po çfarë po bëhet me Republikën tonë apo Republikë Bananesh? Republika me kodin e ri të procedurës penale, ne duhet kemi në fakt 400 prokurorë të përgjithshëm. Sa aq është organika. Pa shkak se sot janë më pak se gjysmë se janë eliminuar nga vetingu. Në kodin e ri të procedurës penale dhe në kodin e ri penal të arnuar, mas marrëveshjes famshme 2016-s, çdo prokuror ka fuqinë ligjore dhe juridike për të filluar çështje penale dhe i pavarur në dosjen e tij një lloj si Dumani dhe Olç Çela. Madje Olç është tip kancelari, se s'ka asnjë akses mbi prokuroritë lokale të 12 qarqeve sot. Dhe çdo prokuror i rrethit nuk ka asnjë akses mbi prokurorë të tjerë të linjës që ka aty poshtë. Asnjë akses. Deri para se të ndryshoheshin në 2016, prokurori i përgjithshëm, pra prokuroria është organ monokratik. Funksiononte në rang hierarkik grade ushtarake. Prokurori i rrethit i jepte urdhër prokurorit që kishte dosjen që do kërkosh këtë në gjykatë. Prokurori i përgjithshëm jepte urdhër prokurorit të rrethit dhe çdo prokuror tjetër në Republikën e Shqipërisë që për çështjen X do të kërkosh 6 muaj burg, do ta pushosë. Sot nuk ka asnjë tagër. Prokurori i përgjithshëm ka në dorë vetëm konkurset ku shpall vakancë për OPG dhe transferimet e tyre në bazë të nevojave punës. Asnjë akses mbi prokurorinë speciale dhe po të njëjtat kompetenca ka edhe Dumani për 19 prokurorë të tjerë të spakut. Zero fuqi për diktuar cilin do prokuror, nëse ata nuk do të jenë butak dhe të ndikuar politikisht që i morin bandat prej unë, zero akses për t'i thënë kujdo nga ato 19 të tjerë që do të bësh këtë që them unë. Secili nga ata dhe secili prokuror në Shqipëri sot është me tagrin e Altin Dumanit apo të Olç Çelës. Nëse kanë integritet. Po. Se janë xhepista pastaj. Tani neve historia ka treguar, pa dashur të prezumojmë para gjykime, historia e Shqipërisë, sidomos 34 vjeçare, mos ti futemi fare ditëve të flargut, për 34 vjet o muslim, këtu drejtësia është trajtuar si tort që vjen një band pushtet e kontrollon, vjen një tjetër e kontrollon. Po. Dhe del tani një prokuror i përgjithshëm apo kryeprokurori i gjykatës speciale a diu nga spakut e më thet tash, thot është hera parë dhe kemi arritje, ashtu siç e kam konceptuar unë. Që neve nuk ka gjykatës që rrëzon pretencën e spakut. Nështë ka thënë një të vërtetë. Kur të flet subkonscienca, nuk duhet paragjykuar askush. Jo, kjo e vërtetë është. Mund t'i atëherë nëse është kështu, ai ka shprehë një. A duhet thënë kjo lloj gjëje nga prokurori, kur gjykatën? Nga prokurori
ka drejt thot çfarë doja aq më shumë kur i themi ne nga MZQ-ja i ka hec kalin urt. Reagimi duhet ishte nga gjykata. Kryetari i shoqatës gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë dhe çdo gjyqtar apo këshilli i lartë gjyqësor që ka patur një algoritëm atje në krye këtë që del në përgjime me këtë tjetër, me këtë se s'do t'ja përmend emrin se është fushat. Duket sikur i bëj fushat, se e di mirë qytetar kokër votës ka për të marrë. Që duhet të reagojnë, i thonin ti zotëri më e vendin ta, dhe duhet të reagojnë edhe me vepra. Duhet t'i thyn hund çdo lloj dosje të stisur dhe çdo lloj arresti për të mush statistika dhe plane që unë po bëj namin. Gjyqtarët madje duhet ta urdhërojnë, i thotë plotsoje këtë hetim, prishe këtë vendim dhe nxirë për jashtë këtë që ti e ka arrestuar për statistika, për plan. Madje mund të urdhërojnë edhe hetim për brenda një tjetër këta. Po. Gjyqtar. Po këta e kanë tagrin prokurorët që të përgjojnë gjyqtarët? Se tani këta e kanë. Sot e kësaj ditë jam folur edhe me jurist. Pa vendim gjykate, ai mund ta ketë si indicie për të shkuar tek prova, por ti pi langun atij përgjimi pa vendim gjykate. Pa vendim gjykate. Pra, kodi i ri kodi i procedurës penale i votuar nga halli, nga 140 bizbiq parlamentar, bizbiq, që i tremi Don Kirgistani, të pist, hajdut, vemje, palaqa servil të pështirë që sillen arrogant me shqiptarët dhe sillen si kërmi me ndërkombëtarët, që e votuan 140-0, pa u menuar gjatë, që u bën pishman, ja u ka dhënë atë mundësi. Por, pa marrë vendim gjykate, atë përgjim që kanë t'i pin langën sepse ja s'përbën provë. Po kjo është e tmerrshme vëlla. E di pse është e tmerrshme kjo, sepse ty duhet vendimi i gjykatës për ta paraqitur në gjykatë si provë. Por atë lloj përgjimi ti mund ta përdorësh për shantazh. Apo jo? Unë nuk besoj që pjesa që shantazhohet, do ta shantazhohet për shemb. Mu personalisht dhe mendoj për çdo qytetar që smerret me drogë. Po. Që nuk vret njerëz, që nuk vjedh dyqane. Po. Nuk vjedh taksat e shqiptarëve. Asja njën fare çfarë përgjojnë këta. Po. Ai përgjimi nëse shkon tek jeta personale, vetëm nëse ndaj prokuror ka ndaj hall familjen e tij që mund ta përdorë si provë. Pra, po them kot. Dashnore. E them unë, mos e thuaj ti se jam fushat. Jo nuk është punë fushate. Jo më jo vetëm aq. Vetëm nëse me që ju s'keni komplekse ta thoni atëherë. Vetëm nëse ju keni zënë dashur në një nga rob të këtyre që janë atje. Po. Se hall tjetër ti e ke faturën personale. Për çdo veprim të kam pasur një lokal afër një institucioni, ta them pas emisionit. E di kush është mesazhi i parë që kam marrë, domethënë njohja me institucionin, dashnorët e drejtorëve. Të betohen. Këtë mos e ngacmo se ngacmon të madhin, pastaj as si lloj gjë tjetër. Pra përgjimet këtij lloji desha të them që janë bajate dhe nuk është se janë njën kujt që është në punën e tij se çfarë përgjojnë këta ose sa i nxehen vesh atij që man kufjet vesh, as i vërshëllen kush çfarë. Shikoj. Nëse duan për të kontrolluar familjen e tyre, mësoj ti morën ato përgjime ti bëjnë kaseta. Kur ti ikin nga puna të bën një film. Unë do kam vlerësuar në mënyrë konsistente për shkak se përngjason me karakterin publik timin. Se nuk e njoh karakterin, po nuk mund të mos jesh vetvetja kur je vetvetja në televizor që e thua plas trosh në kafe, je akoma dhe më. Hala dhe më jashpër. Jam shumë i bindur që ti e ke treguar me forcë vota, jam i bindur që ti janë vjedhur vota vëlla. Po ti sa kohë që pak por e sigurt se kemi parë vet ç'ash bë. Majtas, djathtas, ta vjedhë edhe mrena vetes. Jo, kam thënë në Këshill Kombëtar kur jam rikthyer në PD që ka marrë 4700 vota, aq mlat ju me Ramën, sepse edhe ligji është andavull, pra. Unë do doja numërim elektronik, edhe sot jam tek lista e PD-s. Për cilin do subjekt politik dhe paktën një herë vetëm në 35 vite të themi që jo komisioner dur pist me muskuj halabak, fundrina politik që mendojnë të bëjnë krye pleq policë, roje gardhi, roje pyjesh, roje peshku, marrin rrogën kot. Të vajnë dur tek vullneti qytetar. Pra, këtu rregullat bëhen nga 2 vet dhe ngar hyn 11 vet në këtë rast. Pra 11 subjekte politike. Më parë ka pas 6-7 subjekte politike. Gjë për cilën jam adresuar ashpër gjykatës kushtetuese. Pra nëse Oerti në emër të Partisë Demokratike dhe Damiani në emër të Sultanit bashkuan votat dhe mbyllën 1/3 të listave, unë prisja nga gjykata kushtetuese në nënfrymën e kushtetutës që të thonin që ky vendim është opsional, jo i detyrueshëm për çdo subjekt politik.
sepse ashtu thotë dhe kushtetuta. E kuptoj. Që jo më pak se 2/3 e listave të kandidatëve duhet i nështrohen votës parapërgjyse. Dhe kur kushtetuta thotë jo më pak se 2/3 dhe fjalën 1/3 se përmend kurrë, atëherë çdo subjekt politik është në lirinë e tij për të majtur nga 2/3 deri në 3/3 listat e hapura. Dhe gjykata kushtetuese në drejtën e kushtetutës, nëse nuk do të ishin palaço apo fllësira apo i them, duhet thonin po. Ju keni bërë një pazar, palë tjera s'kan qenë dakord, përderisa 11 subjekte politike janë ankuar në gjykat, por dhe në një farë sondazhi qeverisë shqiptare, 90% e shqiptarëve kanë kërkuar listat hapura, edhe në frymën e kushtetutës, ky është vendimi juaj i marrë në kuvent është opsional. Pra jo detyrues. Nëse partia X nuk e di unë. Po si do të ndodhë? Ja ta kishe bërë gjykata kushtetuese ta marrin veshat e qytetarët. Këto 9 subjektet e tjera, si mund të performonin? Këto do të kishin listat 100% hapura. Por këta do të detyronin në shenjë taq pak morali sa ka politika në Shqipëri, që edhe subjektet e mëdha nga halli do të marrin listat 100% hapura. Sepse ata individ që aspironin për të garuar listë hapur, e kishin më kollaj të gjenin një subjekt të vogël për të luajtur për emrin e tyre, se sa të rreshtoshin tek një subjekt i madh që ka 48-46 deputet në listë mëllë për të riskuar për pak mandate. Apo jo. Dhe kjo do të detyronte nga halli partitë e mëdha që edhe ata të qaseshin me qasje tjetër, duke harruar fare atë pjesën opsionale e të mëllurit të 1/3 të listës. Po ç'a ndodhi me këto lloj subjekte që e pranuan kështu? Se subjektet nuk e pranuan, shkuan në goditën gjykatë kushtetuese. Turpi dhe maskaralliku i vrasjes së sovranitetit votës shqiptarëve është i 9 fundrrinave të gjykatës kushtetuese. Po e përsëris. I 9 fllitësirave që s'kan kellgje, që i përgjojnë prokurorët për afera dhe cicmice dashurore me një tjetrin, për letra dashurie, dhe janë të intimidueshëm, të shantazhueshëm, njerëz pa personalitet, pa dinjitet, pa integritet. Frymor që ecën rrugës, vegjetojnë. E këtë duhet analizohen te kushtetuta. Dhe subjektet që u ankuan, por edhe subjektet tjera që kishin interes për të marrë pjesë në garë, duhet të futeshin në garë, në një garë fair që secili prej atyre që merrte një vot më shumë, merrte atë mandat deputeti. Unë nuk e di se si e keni pretenduar juve që gjykata kushtetuese të jetë funksionale, kur shteti ngeli 3 vjet pa gjykatë kushtetuese nga kjo reforma drejtësie. Ajo fal edhe të gabimit, sepse Rama e kishte mision nëpërmjet Sorosit që ta kapte drejtësinë siç e kapi. PD-ja duhet të jepte konsensus për të bërë reformë, palë reformë, 140-0 në 2016. Duhet ulej edhe me ndërkombëtarët, të ndante disa gjëra, megjithëse edhe ato që u ndan formalisht në letër u shkelen. Sepse në kushtetutë thuhet që askush nga këta që hartuan këtë palë reformë nuk do të jenë pjesë e garës për vendet vakante që do të sjellë kjo reformë. Ne kemi sot me Dvoran, e me Shejtan, e me Kudiun, Duman, megjithëse s'ka qenë i pjesë e sigurimit shtetit, me Gent Ibrahimi ishte themeluesi i reformës bashkë me Dvoranin. Ky shkoi në gjykatë kushtetuese, u bë shefi KLP, se shkoi atje. Dvorani, Kudiun Panda, to hartuesit e këtyre. Pra zon vendet e kanë shkelur atë që është i shkruar. PD nuk duhet të jepte konsensus për një maskarallik të gatuar në zyrët e Sorosit, të mbrojtur nga Don Kirgistani, edhe ajo një vllahut që ka qenë. Vlahutina. Vlahutinka. Vllahut është. Vlahutinka vetëm për raporte aferta dashurore për flitjen në mediat roz. Nuk ska nga ajo vjen vetë. Nuk është se boni ndonjë gjë të mirë. Është me ngjar kjo punë. Nga ai gen vjen vetë. Edhe ashtu do të jetë. Ajo edhe goca asaj. Rumunski. Po nuk është vetëm ashtu. Problemi është që nuk ka me tam, ata mund të jenë se ata zihen për të ardhur me punë në Shqipëri si shqiptarët për të hyrë në dogan apo ta dinë. Por integriteti sepse përgjegjësinë për qeverisjen e këtij vendi e kanë votues shqiptarë nëpërmjet votës tyre, që këta ja kanë mohuar, dhe të zgjedhurit që flasin, dërdollisin, ngrenin dorën dhe votojnë në emër të qytetarëve shqiptar. Ata kur gjejnë shesh le të bëjnë pusheshme. Edhe mund thirrë 2 orë 43 minuta kimetja në rezidencë. Guvernatori, ha? Por jo, unë kam qenë si sekretare e byroit kooperativës Çermës. Ti e ke qef se ti je lidh me kooperativën e Çermës. Po si lloj, kooperativista është ajo, nga Penjani ka ardhur, me kooperativë, jo e Çermës, me kooperativë tjetër. Më e madhe. Po dhe nuk e di ka të bëjë me Kimin për vërtetë apo jo. Jo, s'mahamenja. Nuk mahamenja. Si rrazim do. Nuk mahamenja. Është me zgjuar Kimi. E nëse është tash si fis, por
Po të kisha qenë vetëm se beson të ai, çfarë i kam thënë saj, por unë kam qenë veti 5 atje. Dhe e them shpesh, me Rudina Hajdarin, Ralf Gjani, Nimet Musa dhe Mon Stojko, bashkë me ta përkthyesja Masaz dhe Sarek. Dhe si kam pranuar asgjë, se kam lënë të flasi, por s'kam votuar dhe s'kam pranuar asgjë nga ajo që kërkoi ajo. Dhe ja ku jam, asman jo, ajo është atje ku është, unë jam punë time. Kështu që këta pse? Ta që thonë na kërcënohen. Nuk është na thirrën ambasadë. Shikoj, nuk është kërcënim. Na thanë su japim vizë. Po janë plera vetëm, plera vetë. Do me ta shpjegoj vllai shumë thjesht këtë që po thuhet në makro, në mikro. Kush është truri i kombit? Arsimi apo jo? Po. Sa njerëz të arsimuar mirë, jo me diploma, kur thua arsimuar mirë është boshti. Diploma është vërtetim që ke vojtur 4 vjet shkollë. Të arsimuar njeftin politik 34 vjet, me numrat, me gishtat e dorës. Parlamenti më i mirë në intelekt ka qenë 92-96. Po me profesor, doktora, gjithë me radhë. Edhe me dijitet se erdhën gjithë vetë dhe ishte sistem majoritar që gjithë fituan nga vota qytetarëve. Në momentin që ti ja heq të drejtën e studimit shpendit, që aplikon për nuk është vetëm. Jo, më fal, për doktoraturën. Do të themi gjë për shembull. Kam 2-3 deputet dhe me të shkolluar jashtë, nuk e di a kanë as kanë diplomë. Për deja, se ato të pëses nuk merrem me ta. Dhe thomë dërgun mesazh, mu më thirrën ke Rogneri. Qa dërgun mesazh? Që më thanë shif se, edhe për Berishën, po qëndrohet ke Berishën, do të shpallin kulak. Po erdhe me ne, do të bëjmë vend Trumpit. Pa ndvegjën, njëri i vogël s'bëhet i madh kurr. Po ka të bëj shumë truri, o vlla. Sepse ti... Ma se kanë tidhur me stomakun. Bravo. Ti kur ke vajte Kimedia, nuk është, se këtu jemi anë censur, të fare, pa censur. Nuk është se të është ruajtur se kush është Kimedia, se s'ka se çat bëj ty Kimedia, po s'pa di gjën dorë, vlla. Nuk e më mend mirë si ditë, po duhet kem qenë pa rujt në ta. Pikërisht. Ka qenë vallë. Aftershave-in zero. Tani, edhe mua, vlla, kur dal flas kundër Ramës, kundër tjetrit, kundër Dumanit. Dhe kësaj, unë kam postuar 8, jam i vetmi. Ço të më shantazhosh mua? Kësaj Nencit që ka ardhur, që ka humbë kjo fazë. Çfarë që kam thënë unë publikisht, sepse ashtu e kam njerë, dhe ta më ka fshën gjuhën, da prishë me. Ka i nga 10 milion punëtor që ka Amerika. Ka ardhur gazetari, ka thonë ore, ti e futur në rrethin e kuq të ambasadës amerikane se po i sulmon shumë. Ku e ka kjo atë? Gazetari, o vlla. Jo, ku e ka rrethin e kuq? Rrethin nuk e di, aty te. Sa i ka humbë rrethi i Unazës vetëm, çale, rrethi kuq ka kjo. Domethënë, ku gjeti rrethin e kuq kjo? Kjo ka 4 muaj nuk belbzon as i fjalë më mas fitores Trumpit. Kjo kur erdhi filloi të bënte hoka me shqiptarët, hokatare e madh. I bëi thirrje shqiptarëve, tha që ç'a duhet të lexoj, kë vend duhet vizitoj dhe çfarë ushqimi duhet ha. Pa kjo tregoi kishte ardhur për turizëm. Dhe unë i thash, mos hake lokale Exona. Këtë duhet takosh, mos takohaj duhet e qeverisë, dhe çfarë duhet lexosh, shkoja 2 ditë tek autoriteti dosje, lexo spionët, që takon ti për ditë që drejtojnë këtë vend për 35 vjetësh. Është Foshion dhe Aguri dhe ka gjithë botën 8 miliardë euro që ka. Unë respektoj demokracinë amerikane, derisa si gjujtën kandidatit për president me pushk për ta vrarë. Pas asaj jam zgjyer. Po s'ka qenë demokracia. Po pse nga ndryshon? Pa e di që s'ka. Nuk ka qenë demokraci ndonjëherë. Nga ndryshon regjimi i Putinit që vrau Navalnin në burg, me regjimi i Amerikës, kryshëve të Sorosit, Biden dhe fllëçirave të tjerë pas tij që i gjujtën këtij burri 2 herë në pushk, një herë kapën vesh, një herë nuk e rrokën dot ke ajo rezidencë, herën e tretë su dolin shtek. Si gjatar, si unë jam gjatar, kur shkoj për Rosa. Kush është ndryshimi? Ama gjendat? Se ata zgjutën vetët, gjutën kundërshtarin politik rivalit. Ose pa e marr për këtu. Nga ky që merr Berishën në rreth shtëpie, Fatmir Mediun thotë ta dënojmë edhe Meta atje, pra kryetarët e opozitës. Kush është ndryshimi? Ka qenë frym kjo. Ardhja but i komunizmi fllëçir të Sorosit, të që më shumë shoqata pro transgjenorëve. Se sa ku diun floktore, parukeri, rrojtore, dyqane qoftësh apo. Këtu më. Raportonte me Vasilika Hysi, nën kryetare ku vetëm thoshte të kam bërë raport për mua në ambasadë amerikane që ti e kundër LGBTQ-ve. I thash, pra ne kam pa ëndra mrami, thash. Sikur lëvizja hypja sipër LGBTQ-ve, se pas raportuti. Po ku janë njerëz që kanë raportuti apo fllëçira të tjera aty brenda? Te krye fllëçirat e LGBTQ-ve që punojnë në ambasadë. Po hiç mos panin fare. Pra,
Amerikën edhe Kimeta, si kam thënë që unë respektoj, në ëndrrën time për standardet e mira demokratike. Si student hetori kam dalë protest, si mira shqiptar, duke thënë e duam Shqipërinë si Evropa, e duam Shqipërinë si Amerika. Por jo si kjo Amerika që vret rivalin e komunistit Biden me push me sniper. Edhe për çudi ato të oficerët e gardës kombëtare, e kishin pas thep shqekës atë, e vranë me 32 pluma mas i gjujti. Atë burrin e ma. Se s'po bëj rolin e Kim Philbit, këtë e bën Sultani, me Gonigalin, me Gondezë dhe me radhë. Pra, ai që desha them është servilizmi i pështirë i politikanëve që kanë dorë ligje të rëndësishme dhe fatet e këtij vendi ndaj ndërkombëtarëve, ka bërë që ne të jemi sot këtu, që i thojnë asaj guvernatore, por jo për fajt saj. Gjente vemje që i trente, që i çonte SMS. Kujdes, kanë ardhur, mani me 2016 kanë ardhur deputet me prangë nduar, votojnë se gjejnë do të brymën e asaj për çtyp butonin. Pra kjo ka të bëjë me pislikun që mbartë me vete klasa politike shqiptare dhe hamensin, ndoshta herë me drejt, që ata duke qenë shteti fort na i din gjitha. Po çfarë din këtyre? Mëkatet. Kush janë mëkatet e këtyre? Vjedhja ordinere e taksave të qytetarëve shqiptar. Janë pistë, po. Jeri në pistë e mami që ngel në unë. Kushdo që ja di pislikun që ka. Kaq. Tani a ka ndonjë shpresë vlla? Do ketë ndonjë shpresë neve të ndryshojmë ndonjë gjë neve? Do thënë kur them unë kam hequr dorë nga il popolo albanese vlla. Po dal unë kam hequr dorë nga këta. Domethënë për aq kohë sa këta po na e bëjnë peshqesh flitet që do fitoj Rama mandatin e 4. Por një grusht votash më shumë nuk e bëj dot hipokritin. Ndoshta jam i vetmi që merrem me politikë që kam thënë edhe populli s'është i pafajshëm. Jo, këtu jemi dakord bashkë. Nëse gjihesh një herë, po. Fajin e ka që të gjihen. Nëse gjihesh për herë dytë, fajin e ke vet, ose të pëlqen gjihenstrat, ose je idiot që beson dy herë tjetrin gjenshtar. Dhe kam thënë një popull, këto ditë ka qarkulluar një video ime, që kam thënë në studio para 3 vitesh që i popull që voton 22 herë, 11 palë zgjedhje lokale, 11 palë zgjedhje qendrore. Më mashtruesit që gjen listë pasi 4 vite shahan dhe mallkon për mënyrën se si po e qeverisin, ata të cilëve u kanë dhënë votën, nuk mund t'i thush më që është viktim. Po. S'është viktim. Dalim tek ajo pjesa pastaj që ndjen kënaqësinë gjatë përdhunimit, gjatë aktit. Këtë sindromi i Stockholmit që dëshiron dhunuesin. Por, pra, me që më thatë, a do të bëhemi në herë, kjo nuk është në dëshirë të politikanëve. Çdo politikan ka qejf t'i ketë kështu siç i ka votuesit. Po. Përpiqet në gjitha format e kamufluara që gjatë 4 viteve t'i bëj fukarej, t'i çoj tek buka, që t'i blej lirë javën e fundit. Por ne duhet të reagojmë drejt që e morim. Duhet të reagojmë si qytetarë përgjegjshëm me atë votë që kemi në dorë. Nuk duhet të votojmë lloj idioti politik, mashtruesi politik, hajduti politik, birbo politik, jashtë që si njeva skalla, as pallati, as lagja, as fshati, ti e votën për ta çuar në kuvend, çat hyn puna, s'bën për kryer plak. Pra ne e kemi dorë si qytetar mos pari. Këtë jo them unë takime hapur. E di që mërzitën në pjesë listës ku unë bëj pjesë, 37, po s'man janë fare. Jo të gjithë jemi lloj më. Është gara më. Ishim garë 82 veta për primare, kishim në një atje që se janë fare, po që s'mori as votën e ti, as i vot. Na bëm pjesë gjithë në listë. Ore dëshira është e madhe, unë kam qejf të jem presidenti i Amerikës. Por nuk kam rrethitë vetëm kur të lexoj këtu. Shu zanalla apo trap, çfarë thon këtu që hidhet? Ti mund të çem të njerëz rasor, foshnjor, ku diun, pa heq. Por ç'a mund Pelena dhe thotë do bëhem mund të bëj ligjin e emër shqiptar. Ç'a mund pretendosh ti nga ideal 26 vjeç, 27 vjeç? More mund të jetë shumë i pjekur nga trut e kokës, vjeç fizik se ke edhe 18-19 vjeç që adoleshent. Që Biden në fund që bë 2 vjeç, Bideni. Po, vlla. Rrok të makinën qaftë jep të dorën perdes. Shoku imagjinar ba. Po çfarë? Pra nuk ka të bëjë kjo me vjeç fizik, po ka të bëjë sa kur them, shikoj, ka në Shqipëri ka të bëjë shumë. Ka gryksin karrierë këtu. Pra ke marrë një mandat nga subjekti politik. Janë arrivista. Jo, kemi 2-3 se s'po merrem me. Para 2 vjetësh ishim garë dhe unë kam përkrahur, isha në fushat, i deleguar në Kashak ku jam dhe sot në Dvor, për Belin Kliçin. U bëj listë këshilltarësh disaster. Shumica ishin jo të Partisë Demokratike dhe patat rezultat që pat. As mund s'mon dorë ta votoj. Tash janë 2, 3, 4, 5, ku diun se 6. Ke marrë mandat si këshilltar që jetë deputet i po ta kthej në Gjermani, i landit Bavarisë. Po. Kryeqyteti Tirana ka 51 këshilltar. Po. Ke i mandat qytetari, do ta lash atë për të bërë deputet e humbë atë vjen këtu. Ma vashmë.
Jo çdo gjë që fluturon ha. Ma vash. Ti s'ke për mush, dhe unë kam rezerva, si votuesi joti, apo qytetar tjerë. Kam shumë rezerva, se të ka marrë përpara Arjan Velia bashkë me ata që kanë këshill atje, edhe të ka vot tra atje që ti s'ke pas të ngrihesh në lartësinë të tyre që ke, nuk e hyj dot në bashkim, bësh mbledhje. Pse të ka përçmuar në mënyrë të tillë, se të ka pasë kush je. Të jo të dalin. Mas këtyre po të jemi në vend beje për 6 muaj, edhe të kemi zgjedhje për Parlamentin Evropian, këta që kanë mandat këshilli, mandat deputet do të kandidojnë për deputet Parlamentin Evropian. Për shi grykësi në delir i individëve që mendojnë që në politik bësh i pasur duke parë një grusht hajdutësh prej 35 vitësh që s'u ka hyrë gjë në kom. Ma vashëm. Ju them qytetarëve orë ti zotëri. Në 37 emra zgjidhni atë që njeheni rehat me vete që të mos bëni buf nda 12, edhe brenda listës përdesme. E provu që ban ato deputet që nuk ja u dim për nerë dhe nuk e konsiderojnë votën tuaj. Ju rrafën dajak e hodhën gaz losjelc. Njerëz që bëjnë flirt edhe këte, që do ata? Njerëz që tregohen ashiqare, që janë në grykësinë e tyre politike që të rrëmbejnë çdo post politik që i ofrohet ose e kërkojnë me zor brenda partisë. Po mos përmbush kjo grykësinë e elektoratit o muslim? Nuk besoj, sepse këta janë votuar në këshill pa emër. Unë do doja që dhe listat e këshillit të ishin me emra 100% siç kërkoi lista e deputetëve. Nuk i ka votuar kushta. Si do të ishte sistemi më i mirë për ty vëlla? Mua më pëlqen shumë i Kosovës. Ai është modeli, se ma mora nga goja, je më i ri, do rrosh më gjatë. Lum goja vëlla, edhe ti varf sa malet. Pra, Shqipëria një zonë zgjedhore, atë për cilën unë depozitova 30 firma në kuvendin e 2019-21, dhe nuk e votoi Rama. Edhe listat 100% hapura. Sepse qytetarët kanë mundësi më të madhe zgjedhje në 140 emra, apo në 100 nëse shkurtohet parlamenti, diaspora, qytetarët që jetojnë këtu, edhe për subjektet e reja, për t'i dhënë frym pluralizmit dhe demokracisë, nevojmë nga autokracia, nga sistemi i partjak. Do të jetë më mirë se nuk ju hum vot. Unë nuk kam xhelozi me asnjë nga këto. Ata që shtiren, dhe janë hipokritë që thonë, nërshmëria ka beteje, kur nuk je i provuar në pushtet. Po. Kështu ka ardhur Arjan Velia. Po. Tu jemi dakord. Ndershmëria flitet vetëm në raport me. Duhet të provoj kur je apo jo në pushtet. Se thotë është i ndershëm, ku diu, Ender Shabani apo Tik Llapa. Po ti si e provuar? Kolegët që kanë krijuar nismë thurje kokra hajdutësh. Kanë qenë nga AKP-ja, hajdut ordiner, dhe po të hetohen ka nga 20 milion euro pasuri pa biznes. Ata që mblodhen firmat që e kthyn parti. Këta s'kan pas pushtet aty. Edhe Erioni ka pas djalë më luftarak, më partizan, Çekujvara ishte. Po. Kur gjemon autobusat e PS-s i lundë me boj mjaftë kështu. Çekujvara i Ylberve. Çekujvara sot e ka. Çekujvara i Ylberve, se Çekujvara e tjetër ishte Ylberista. Po edhe pra, nga këto revolucionar bolshevikët që por ndeshme, mos ai lindi 5D, 6K, 3. Ku diun? Bën 5D 6K. Po çali 6K po. Kështu që këta 10K këta tjerë. Po ai tjetri se këtu ka të forta vëlla. Unë sa e shikoj, bëj një scroll për të marrë çik ç'a mund të bëj një pyetje ose të krijoj një fabull. Një nga themeluesit e lëvizjes bashk, financuesit, Redi Muçaj, që ishte i pari në Tiranë, na del tani që babai vetë kishte kapur një portal, edhe kishte dhënë dorëheqjen. Në luftë kundër oligarkëve ky partia, babai vet pas ka ndërtuar super mega resort luksoz me biznesmenin Dulago. Edhe ka dhënë dorëheqjen. Tani e mora vesh ta që babi im është që ka biznesmen. Nështë edhe s'flet më, por se tre çereve, se jetojmë kohë moderne, nuk e di ç'a mosha është, po ju të gjithë njohin më ballar shpend. Ku e di unë gjendje se këtu është të mërshme. Domethënë unë jam tradicionale, për këtë kam thënë që nëse Evropa vend detyrimisht ligjin që duhet të jesh transgjenar për të hyrë në Evropë, mund të ikë në Afrikë. Shka ecë kjo botë është moderne shumë, se ke shumë më lartë se sa ky që kanë kështu. Do thënë kanë trazime heterogjene brenda shtëpisë vetë. Ideja është tu, pa ju dashur me ju fut. Nuk e di kush është, nuk e di. Ndoshta edhe se ka, ndoshta s'flet më për babën. Redi Muçaj, ai dha dorëheqjen sepse babai. Dha Redi po babai. Redi dha dorëheqjen nga lista. Ka tregui fare, për mua nuk e njoh, por i bën një dinjitet mesatar politik që e ka treguar. Po një dinjitet. Po ndoshta jetojnë veç, mëse nuk e di. Jo, një dinjitet mesatar vëlla, një dinjitet mesatar, por që ti e di që ti mbase nuk di se çfarë muhabeti bën babai jot me biznesmenë. Ka shumë njerëz që s'flasin me prindërit. Por ti di standardin e jetesës që kanë familje. Po
Bovakis jetojnë bashkë, se s'po du të amroj. Nuk e di. Nëse pak rëndësi ka, po i hyjme. Mua më duket neokomunistët. Predikimi që ata bëjnë është një fliqësirë e bolshevizmit viteve 1918. Dhe janë të paprovuar, se po të provohen, janë kokra e dutësh. Ata janë skuadra më e provuar, vllazë. Ata dihet ajo lloj fryme se ç'a bën. Jo, po edhe sot ata nuk janë transparent me financimet e të gjitha takimet brenda dhe jashtë shtetit, me infrastrukturën, faninë dhe thonë na mbështet populli. Pra këte i qajnë për i popull fukara që nuk paguën dot ujin dhe dritat, dhe këte i thonë që ky popull fukara heq kafshatën e tyre, si partizan të vaktit, për t'ia dhënë këtyre, që këta të bredhen me avion shkojnë në Dortmund, në Angli, ku diun Düsseldorf, Milano, në Toronto, Michigan, ky popull kaq fukara që këta qajnë për këtë popull, pas ka luksin që të mbështes këta që as ja u ka pa hajrin, as ja u di se ç'a janë. Tani partitë e reja vëlla. A do ishte e volishme që të ndiqnin ty apo çdo kënd tjetër që çonte një ankesë në gjykatë kushtetuese për ligjin zgjedhor? Se këta nuk e kanë bën, nuk e kanë vendosur një zjarr. Unë kam bultin aty pas që ka vajtur në KQZ. Hersin e ka prish Myslim Urrizi dhe Bindja Demokratike. Asnjë parti e reja pse ishin kom, fillon nga Nis Mathuria, nuk është bashkuar në padin time në vitin 2020 kur u miratu Si e shpjegon këtë apati vëlla? Këtë më shpjegon. Këta janë kuklla që luajnë me fije të lidhura nga dikush tjetër. Atëra, është çeka evidente komplet tabloja. Ne jemi në aktrim total. Të gjithë, tu nuk ka risi. Nëse shqiptarët do të marrosen dhe do të hanë këtë lloj hipokrizie ordinare tashmë provuar nga paraardhës tyre me tjetin stil, dhe që kur u bën ministra pastaj thanë edhe dasmën e bën me paratë pensionit plakës. Dhe rezultojnë që kanë 2-3 milion euro blerje me kartë. Pa ky lloj modeli është. Ky lloj modeli çik më i keq ndoshta. Po ti shikosh se sa hipokrit janë atë që artikulojnë për hallexhit, për fukarejt, për stresat nevojë, për pensionet. Dhe e thonë që ne na e marrim partinë, do 15-20.000 euro në muaj, një subjekt politik të mahet në këto kushte, me administrat. Vetëm fonia bën 300.000 lekë në ditë po ta marrësh për dasma. Fonia. Që e morin këto me vete. Fonia thjeshtë, kështu, mikrofon edhe e 2 baule tjera. Se këto të mëdha me kamera, me kështu që filmojnë non stop në kohë reale, ta që duket si do t'i kishte si Lee Hollywoodi. Këto kanë tarif 3-4.000 euro, 5.000 euro në ditë, në orë, ku diun se sa kanë. Kështu që është një hipokrizi që kanë gjetur këtë popull dhe thotë kush flet për fukarën dhe kush rre më shumë, do na besojnë qytetarët. Domethënë, me ta bë pyetjen e fundit edhe që të largohesh sepse ke takim. Cilat janë pritshmëritë tua nga këto zgjedhje? Ma bën dot një projekcion, po dua të ma bësh real si Myslim Urrizi vëlla. Uroj dhe shpresoj që i madhi Zot i ftilloj nga trunët e kokës shqiptarët që të votojnë për veten e tyre, jo për t'i bëj qefin atyre që shkojnë dhe qurraviten tek ata sikur i kanë mend tek ata. Kur them të votojnë për veten e tyre, duhet ta peshojnë mirë votën dhe nuk kam pse votojnë hajdut, mashtrues, hipokrit, besprejer, mosmirnjohës, arrogant, që kanë vite që ju morin votën, edhe mas ju morin votën, nuk pyesin më për zgjedhësit, ju kthejnë kurrizin. Edhe brenda Partisë Demokratike, do doja që në 37 emra ka njerëz që meritojnë votën e qytetarëve, sikurse ka njerëz që shtiren që duan të jenë përfaqësues qytetarëve. E qeshmi e falco, si skofjim i gomës Saurelit, ata që janë brezim e ditë, që bën sikur qesh, ose një patetizëm anemik, një shpirtit lig që kërkon të mullohet me lukun e rrujtjes e patinimit e grafjatas që bën nga Surrati, duhet ndëshkohet me votë. Njerëz të provuar që të kanë shitur një herë, të kanë kthyer kurrizin, janë mosmirnjohës, të kanë futur edhe dajakun, apo të kanë kyç shtëpinë tate, për mu duhen gjykuar me votë. Se nëse u shqen me votë, pastaj s'ta kanë fajin ata që të vënë shqel me fyt. Fajin e ke vetë. Projekcionin për veten tonë? Me shpresë tek i madhi Zot, me ndihmën të demokratëve, miqve, shokëve, qytetarëve, edhe të zonës nga unë vi, jo pak qytetarë lushnjarë dhe fjerak kanë qarkun e Tiranës. Shumë ka vëlla. Por edhe për 30 vitesh unë jetoj këtu në Tiranë, besoj që do të jem përfaqësues i qarkut të Tiranës i Partisë Demokratike në parlamentin e ardhshëm. Ta uroj me shpirt
ju ta uroj me të vërtet me shpirt vëlla, sepse edhe sikur mos kishim një lloj sensacioni pozitiv kundrejt njëri tjetrit, na duhen zëra kritik që jo tredh hallatet këtyre në parlament. Se na është bërë parlamenti si parada e Donatella Versaces. Vjen gjithë për të krekosur sa e kam Hermesin, sa e kam këtë, sa e kam atë, dhe kur vjen atje, unë kam takuar, kam parë vetëm 4 veta që flasin në parlament. Një ndër ta është Dojani. Unë them, vetëm edhe 3 të tjerë. Unë them shpesh them që kjo parada modës është si paret që boshin kohët e verit, kur do fejoshin pazar të Rogozhinës ose tek keblerimi lushje. O Muslim, të uroj më të mirat vëlla. Dhe unë të falenderoj për ftesën. Shumë faleminderit që më erdhe. Falenderoj edhe unë për ftesën. Je shumë tip karizmatik. Të pres për një bisedë tjetër të gjatë, se nuk është aq e gjatë sa e bëj unë, se me ty mund ta bëj një 2 orazh, po që do të marr me zor tash. Unë të falenderoj për ftesën dhe besoj që do vi prapë. Shumë faleminderit vëlla. Urimet e mia dhe juve që përfaqësoheni nga askush, që nuk është zëri juaj askush, po vetëm ju mashtrojnë edhe ju përdhunojnë, literalisht përdhunim, se përdhunimi nuk është vetëm fizik, është mental, psikologjik. Dini se ku ta hedhni votën, ajo lista e PD-s ka njerëz edhe me integritet. Mos e jepni atyre që ju qeshin sot edhe gishtin e mesit të pesës së Ramës. Kurse Ramës e dini vetë juve, nga një shpull surratit me atë petshën. Natë mirë, edhe do takojmë prapë me Murrizin herë tjetër. Ciao.